Ju do ta shihni, do po e ndiqni edhe itinerarin, sigurisht ka patur një përballje ke drejtoria e përgjithshme e policisë me ushtarin e bandës Uel Qelës dhe me ushtarin e troplimve Ilir Prodën, që mund të jetë i vetmi drejtori i përgjithshëm policie e shtetit pa certifikat sigurie dhe i vetmi drejtor policie që dhunon në mënyrë të përsëritur. Ftoj kamerën ndaloj për një sekondë se mund të ketë një agravim situatës. Çdo kohë shplera çdo kolliqe që të hidhi nga një bombë molotov. Jo, nuk e kemi zgjedhur në ta shihni, por ajo që ndodh është që sigurisht që qytetarët janë të nervozuar, janë të irrituar edhe për shkak të dhunës që është përdorur ndaj të rinjve, ndaj protestuesve që kanë qenë për herë paqësorë dhe nuk kanë patur asnjë konfrontim me policinë. Ajo që ju po shihni është një marshim, një protestë ndryshe këtë radhë. Ne do të vijojmë të marshojmë edhe në disa institucione tjera dhe do ta shihni edhe që ju keni qëndruar së bashku me ne gjatë gjithë kohës, e shihni që objektiv nuk ka qenë asnjë moment as për të goditur, as për të lënduar as edhe një qoftë punonjës i shtetit, punonjës i policisë shtetit, apo një zyrtar i shtetit, por nuk mundet vazhdojmë që qytetarët presin apo shqiptarët apo qeveria të presin një reagim të qetë nga opozita, për sa kohë vidhemi në mënyrë të përditshme dhe vidhemi të majtë djathtë. Sot do të marshoni vetëm ndërmjet tek institucionet apo do shkoni tek selia e partisë? Jo, shiko, përpos gjithë provokimeve që ka bërë në fakt Edi Rama duke goditur me gaz lotësiellës si asnjëherë më parë selinë e Partisë Demokratike, ne nuk do të bëjmë të njëjtën gjë, nuk do të shkojmë ke selia e Partisë Socialiste. Siç e shihni, itinerari është i qartë, do të shkojmë në disa institucione tjera, do të shkojmë edhe në një simbolik shumë të fortë të diktaturës, por këtë radhë do ta shihni rrugën. Po besoj ajo është një simbolik. Këtë radhë ju e shihni që është një protestë ndryshe që sigurisht mesazhin e ka targetuar tek korrupsioni qeveritar, por ja u garantoj që nga protesta në protestë do të surprizoheni edhe me diversifikimin e aksionit ton, edhe me reagimin, por edhe me përshkallëzimin nëse do të ketë nevojë. Domethënë ajo që ndodhi sot, që Ilir Proda, ky bandit ordiner, nxorri forcat e policisë shtetit për të përballur me protestuesit paqësor, nuk do të kalojnë qetësi. Kur thoni që do diversifikohen, më falni, edhe protestat dhe marshimet e Partisë Demokratike, çfarë nuk kuptoni pasi kemi parë protesta në bulevard, kemi parë tashmë marshime, kemi parë parlamenti kësaj radhe, duhet të me kursyet parlamenti dhe xhamin e namazxhas ndryshe nga xhamin e namazxhas të radhe kurseu Edi Rama, se ne përveç se kemi përshëndetur vëllezërit tanë dhe motrat tona besimtar, nuk kemi patur as edhe një tentativ apo dëshirë për të penguar as edhe një besimtar, jo më tepër për t'i helmuar. Dihet se kush e hedh gazin lotësiellës në protestë nuk e hedh PD-ja, e hedh policia, e hedh Edi Rama. Kështu që këtë radhë ka kursyer Edi Rama besimtarët. Partia Demokratike, një pjesë të madhe edhe të antarësisë, një pjesë të madhe të mbështetësve i ka besimtar që janë në muajin e Ramazanit, muajin e madhërisëm të Ramazanit, dhe sigurisht i respekton që të gjithë. Kështu që thënë këtë, ne kemi vendosur këtë itinerar ditën e sotme, menjëherë brenda kësaj jave besoj do të ketë një mbledhje të forumeve të larta të Partisë Demokratike për të njoftuar protestën e radhës, por do të shihni që do të ketë diversifikim edhe për sa i përket asaj që ju thatë. Pra, nëse sot ka patur një marshim, do të shkohet edhe në skenare tjera, por unë nuk mund t'ja u them sot, sepse më mirë kupto që nuk mund t'ja u them nga sot. skenaret, Të gjitha janë tabulim. sipas burime unë di që ju jeni një nga aktorët që e kërkoni ngulm. E kërkoj me ngulm dhe e kërkoj si një vendimarrje të grupit parlamentar të deputetëve duke nisur nga unë veti pari, dhe të gjithë anëtarëve të grupit parlamentar Partisë Demokratike dhe të anëtarëve të Këshillit Rregullores së Mandateve. Për sa kohë Balluku vijon të jetë e lirë dhe të mos i hiqet imuniteti dhe vijon të jetë një pengesë për integrimin e Shqipërisë, ne detyrimisht do duhet të reagojmë fort. Nga ana tjetër, targeti ynë kryesor sigurisht është Edi Rama, personi që i mban të gjitha njerëzit sot në këmbë dhe i garanton vjedhjen në mënyrë të përditshme taksave tona është Edi Rama. Po, është vërtet dhe ky është ai që objektivi juaj kryesor. Objektivi ynë është Edi Rama. Por edhe pavarësisht të gjitha skenaret që keni bërë, ai thoshte që ju kam lënë takim 2029